Presidenti rus Vladimir Putin vizitoi rajonin perëndimor të Kurskut për herë të parë që kur forcat ruse dëbuan trupat ukrainase nga zona muajin e kaluar. Kremlini tha se gjatë vizitës të martën Putin u takua me organizatat vullnetare në rajon dhe vizitoi termocentralin bërthamor Kursk 2. Televizioni shtetëror tregoi takimin e Putin me vullnetarë dhe zyrtar lokal në rajon, duke përfshirë guvernatorin në detyrë Aleksandr Pinstein. Putin shoqëroi nga Sergej Kiryenko, zëvendës shef i parë i stafit të Kremlinit. Vizita e Putin në Kursk ndodhi teksa një sulm me raketa ruse në një poligon qitjeje ukrainase vrau 6 ushtarak dhe plagosi të paktën 10 të tjerë, tha të mërkurën Garda Kombëtare e Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha të martën se sulmi me raketa në kampin e stërvitjes në rajonin Sumi të Ukrainës pranë kufirit rus vrau deri në 70 antar të shërbimit Ukrainas, përfshirë 20 instruktor.